përshëndetje, t'ju bëj një pyetje? Është një pyetje interesante, besoj për grupin moshën tonë është fiks. Pse quhet gjumi i art? Ai gjumi që të kap në mëngjes fiks para 5 minuta para se biri alarmi, ose 5 minuta para se duhet të çohesh, të shkosh në shkollë ose të shkosh diku. Si mendoni? Pse është ai gjumi më i mirë? Fare, nuk është se kam eksperimentuar të gjumin e artë. Ose të qohem, ose nuk qohem fare. Do të thënë ti, kur bie alarmi, çohesh direkt. Nuk thua të rri edhe 5 minuta. Gënjen. Zakonisht nuk qohem. Kur kemi shkuar diku, lexojmë herët, nuk ta bëm përshtypje alarmit, lexojmë direkt. Është thjesht ai fakti që ne përgatitemi për të shkuar në shkollë ose në punë, që na bën që të them akoma. Dhe kur bie alarmi, duam të shtim ato që nuk duam të bëjmë. Por nëse është një gjë që ne jemi excited, domethënë Të emocionuar. Atëherë çohemi direkt nga gjumi. Nuk ne kemi problem këtë gjumin e artë. Unë jam shumë dakord me ty. Ti vetë ke përjetuar këtë gjumin e artë. Albana Osmani Production. Mund ta shohësh te bluza në Instagram. Po për shembull kur ne nisemi për ekskursion, unë çohem që në 4 të mëngjesit. Përkohë që edhe po tjetër orë shkollës në orën 10, unë prapë të them kush çohet për shkollë. Ndoshta është ai emocioni diçka ndryshe nga normale, janë ndryshe nga e zakonshme, që të bën të zgjohet. Shtunën lexojmë herë që nuk kemi shkollë dhe ditët e tjera nuk çohemi dot, sepse dim që duhet të shkojmë në shkollë. Dhe ne në fakt thjesht shtym atë gjë që nuk duam thua ti. Shumë këndvështrim interesant. Shumë faleminderit. Mirupafshim.